Dhe ajo nuk i ka kërkuar asgjë Spakut. Ajo i ka urdhëruar. Dhe ka një vendim. Pra ka vendosur dhe e tejkalon dhe këtë në fakt ajo që ka ndodhur. Nuk do doja të qëndronim në aspekte specifike se sigurisht mund të lexoj të 20 urdhrat që ajo i ka dhënë Spakut, po shumica prej tyre janë në aspektin procedural dhe praktik shumë mërzitshëm për publikun. Por ajo që ka bërë vërtet Marinela Osmani është mbi të gjitha që ka ekspozuar për herë të parë të gjithë përpjekjen zhgënjyese dhe degraduese të Spakut për të mbrojtur gjykatën e GKK-s që ishte në fakt masha dhe leva e vërtet e pushtetit kundër kujtdo dhe gjithçkaje brenda drejtësisë së re të reformuar. Dhe fakti që një gjykatëse nga njëta strukturë, nga zyra ngjitur me atë, del dhe rrëzon çdo përpjekje të jashtëzakonshme dhe me shumë pushtet të Spakut. Ky është një moment që vërtet mund të të vërë dhe opinionin publik në një pozitiv prit se çfarë po ndodh.